Avokati Elvis Shkambit, kujtimi i Brais bardh detaje nga dëshmia e autorit të vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja në gjykatën e apelit. I Brais zbulon se mes Shkëmbit dhe gjyqtarit të ndjerë ka pasur debat në seancën e mëparshme përpara se të ndodhte krimi. Mateja i shton se çdo gjë është kryer në kushte të vështira emocionale, për shkak të kalvarit të gjyqeve, borxheve dhe vështirësive ekonomike. Në lidhje me akuzat ndaj Elvis Shkambit, i Brais thotë se klienti i tij akuzohet për vrasje të funksionarëve të lartë dhe për armbajtje pa leje. Elvis Shkambi ka sqaruar të gjithë dinamikën edhe në seancën e rivlerësimit të masës së sigurisë, që nga momenti që kanë ardhur në Tiranë kanë ndaluar në disa vende, kanë shkuar në një rast vdekje, pastaj kanë dorëzuar një kërkesë në një gjykat. Arma nuk ishte me leje. Për Xhaxhain ka thënë që nuk ishte dieni që mund të bënte një veprim të tillë, apo se kishte armë me vete. Ai ka qenë në gjendje të rënduar psikologjike dhe gjithçka ka ndodhur në pak sekonda. Gjyqtari edhe në seancën e mëparshme ka bërë një debat me Gjon dhe Elvis Shkambin. I ndjeri Kalaja u ka treshur vëmendjen për qetësi në sallë. Ka qenë një polemikë e lehtë. Elvis Shkambi më ka deklaruar se çdo gjë ka qenë emocionale, në kushte të tronditjes së lartë psikike e borxheve. Kishte arritur një pikë vlimi ku familja e tij kishte arritur në kushte të vështira ekonomike. 31 fishekët që u gjetën nuk i përkasin Elvis Shkambit. Ato janë gjetur në makinën e Xhaxhait. Pasi kreu vrasjen, Elvisi i tha Xhaxhait: "Ti mund të ikësh, nuk e pun, mund të marrësh makinën dhe të shikosh punën tënde." Në ato moment Gjon Shkambi nuk ka lëvizur, ka pritur policin derisa të arrestohej nipi i tij. Nuk ka pasur një bashkëpunim. Ishin fishek manover, jo luftarak. Elvis Shkambi ka shfaqur pendes dhe i ka kërkuar falje familjes së Kalas. Për sa i përket akuzave, ai akuzohet për vrasjen e funksionarëve të lartë publik dhe armbajtje pa leje. Gjakrat janë ende të nxehtë, por ato kanë shprehur pendes, duke krijuar një ambient sa më të qetë në marrëdhëniet ndërfamiljare, tregon ndër të tjera avokati.